Të gjitha këto pika që përmendën deri tani këto janë pjesë të pripit në tekfir. Dhe unë e bëj Allahun dëshmitar që unë jam i distancuar për të gjitha këtyre dhe jo sot, por gjithmonë kështu kam qenë i distancuar për këtyre. Për këtë falënderimi takon Allahut mëdhëruar. Edhe për këtë arsye po i tregoj këto pika tani që di çdo kush, edhe mbas kësaj them çdo kush që na akuzon ne thotë që këta janë xhaurixhë tek ose tekfir, sa them llogaria jon me të është tek Allahu ditën e Kiametit. Llogaria jon me të është tek Allahu ditën e Kiametit. E kush akuzon vëllezërit tan që ata janë tekfirsa ose xhaurixh, ata të cilët domethënë i kanë të qartë të çështje fetare. Dhe i kanë dëgjuar këto mësimesh. Ai u ka bërë padrejti të madh atyre dhe ta di që ka një ditë në cilën do thihen fëmijët, ndalë para Allahut e vëllëgori 1-1 për çdo lloj akuze që ka dhënë. Nusë Allahu na mëdhëruar të na ruaj nga padrejtia mos e madhe.